kujdes që gjithë shqiptarët çdo që ndodhen në botë. Erdhi përfundimi i komunistave dhe agentëve që kanë dalë këtu përdallë. Ne i kontrollojmë, ne kemi ngritur studentët që janë në Maqedoni, ne i organizojmë këtu, po janë ja 7-8 veta, unë e kam nxjerrë në televizor, cili është ai person që është i futur nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama. Pra, shqiptar, dhuruat më datën 13, është dita e fundit e agentëve, e spionëve, e këtyre që rrinë këtu që paguhen, edhe hiqen trima, këta janë në marsh. Mbështetjen e policisë për këta Po, persona që po thoni? policia është këtu dhe e është duke kontrolluar. Policia është në favorit të shqiptarëve. Policia, sidomos drejtori i policisë, është një heroj i kombit që e ka ndryshuar nga drejtoritë e policisë. Ai nuk merr urdhë as nga Berisha, as nga Edi Rama, ai merr urdhë nga rinia. Pra, Janë qëllimet dhe synimet tuaja, do rrëzoni Edi Ramën? Edi Rama ka rënë. Qeverinë teknike e kemi kryuar. Me shqiptarët me ju, u gëzohem për gazetarët e ri që janë shpresa e kombit ju, kurse ata që quhen gazetarë, e analistë për televizor, ata që po flasën aty, ata janë agenta, neve i kemi nxjerrë dokumentat, do shikoni dokumentat spaku, që kanë erdhur nga inteligjenca jonë, ju e kuptoni çdo të thotë. Kanë erdhur emrat që do arrestohen një nga një. I shihni këtu afër janë ca që punojnë në gazetën